produktet vendore. Në këto momente në studio me mua është Syl Ukshini, autor i këtij libri. Roli i politikës së jashtme të Gjermanisë ndaj Kosovës në vitet 1990-2008 janë pjesë e viteve të rezistencës Kosovës, të imi kështu, deri tek momenti më i rëndësishëm, ai i aktit të pavarësisë. Zoti Ukshini, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesë. Në fakt, ne edhe sot, Gjermaninë e kemi njëra për shtetet shumë të rëndësishme, çdo herë kur përmend Kosovën e marrim si diçka shumë të mirëqenë, mirë po cili ka qenë roli i Gjermanisë në marrëdhënie diplomatike kështu me Kosovën prej të 90-tave. Pa diskutim që është një pyetje gjendë dhe shumë specifike në kuptimin, ju përmendet mirë që Berlini në rrafshin e diplomacisë sidomos evropiane është një adresë e rëndësishme politike, por ka qenë e rëndësishme edhe në periudhën kur po shpërbehej Jugosllavia dhe shpesh kur e diskutojnë në kuptimin e tezës se e librit është thënë që rënja e murit Berlinit, mbyllja e çështjes gjermane ka mundsu hapjen e çështjes Kosovës në atë kohë. Pa diskutim që roli i Gjermanisë është i rëndësishëm, ndryshon nga faza në fazë. Aja që ka mujtë me vret nga kablogramet e Ministrisë së Jashtme, që i kam pa nga afër, edhe nga njëherë që nuk i kemi ditë, për shembull është Ministri i Jashtëm Dietrich Genscher, i cili në çdo takim që ka pasur me lider evropian, edhe me Gorbachovin atëherë, edhe me Trajanit dhe me emisar për Ballkanin, e ka diskutuar rastin e Kosovës. Domethënë kanë qenë të vëmendshëm derisa situata është komplikuar në tërë Jugosllavinë dhe pastaj ne kemi ra pak në margjina. Por Gjermania ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm, sidomos mas kyçës së saj në grupin e kontaktit vitit 1994, sepse ka qenë një bashkim evropian që më duket nganjëherë atëri ka thonë Bashkia Evropiane. Duket që në atë staturën e saj të politikës bërjes, mua më duket një bashkim evropian tani identik, domethënë pa gjak, pa inercial. Dhe duke parë këtë situatë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke parë spastrimit etnike, gjenocidin në Bosnë dhe krimet më të papara që nga lufta e dytë botërore, atëherë amerikanët e kyçën në grupin e kontaktit sepse Gjermania nuk ishte pjesë e Këshillit Sigurimit dhe amerikanëve i duhej dikush që mund ta luante rolin e balancit dhe Gjermania gjithherë ka luajtur një rol më të ekuilibruar mes pozicionit rus dhe pozicionit amerikan. Si thush, ka qenë një lloj ndërmjetësi dhe pika kulmore ose kthes një moment që duhet ta diskutojmë, pa diskutim është më ka bërë përshtypje një kablogram edhe për Rogovën do e diskutojmë në vitin 1990 dhjetor, por pa diskutojmë edhe një kablogram i vitit 1994 si duhet t'i qasëm i Serbisë dhe Miloševićit. Dhe ishin një 3-4 pika dhe bëri përshtypje se edhe atëherë thonin si tani duhet të afrojmë Serbinë të mos shkojnë nga Rusia. Kjo gjuha e njëjtë sikur të tani e thuajse. Sakt. Dhe kjo tregon, domethënë, kur i shen njëri këtë dokumenta, një gjë të bën. Tregon që në politikë nuk duhet të negociosh me naivitet, po duhet ta njohësh dhe të kesh vizion, të kesh guxim. Nuk është të shohësh në hapjen e parë, po duhet të shohësh në shumë hapa. Kur e shen nga kjo perspektivë, domethënë e shet që brenda korpusit të politikës evropiane ka pas një lloj miklimin ndaj Serbisë për shkak të rrethonave që ka operuar në luftën e ftohtë, që ka gjenë një lloj tamponzone, ndërka shqiptarët kanë qenë në margjina dhe pa diskutim e diskutoj Kalinfi ndoshta edhe në këtë libër, Shqipëria ka qenë domethënë një vend i izoluar dhe nuk ka mund të jap shtytje, por ajo që është me rëndësi është që gjithherë diplomacia amerikane ka shku, si thush, gjurmëve ndoshta nuk ka shku paralelisht me diplomacinë amerikane, po ka shku në gjurmët e saj. Një kablogram që e përmena shumë që më bën interesant është i dhjetorit vitit 1991 dhe ku rrugova me diplomat britanik dhe gjerman dhe në atë kablogram që atëherë ka qenë sekret flet edhe për opcionin e bashkimit. Dhe thot nëse ndodh bashkimi atëherë Leposavici thot mund shkoj me Serbinë. Domethënë një lloj çështje e shkëmbimit territoreve. Po, dhe më ka bërë përshtypje domethënë atëherë,
por edhe pozicionet e politikanëve tjerë. Momentin do të thoja kur Gjermania i drejton dhe reflektorit është pa diskutim tendenca për ta, ose përpjekje saj për ta futur Kosovën në Dayton, por nuk arrin, dhe më pastaj është iniciativa që e bën me francezët, sepse gjermanët një gjë, për shkak të hipotekave të luftës së dytë botërore, dhe për shkak akuzave që u bën ndaj gjermanëve se u bë shkaktare prishës Jugosllavisë me njohjen e Slovenisë dhe të Kroacisë, në raport me Kosovën qëndrimi gjerman ishte pak më i tërhequr. Po, më intereson me ditë në konferencën e Rambojës, një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën, ku lider politik shqiptar, po edhe ata ushtarak janë bë bashkë për një qëllim. Një gjithmonë kemi pasur kështu vëmendjen themi kështu që ka bërë Anglia dhe Amerika në atë proces, mirë po cili ka qenë roli i Gjermanisë pikërisht në konferencën e Rambojës. Një pyetje shumë e mirë. Ndoshta pak dihet, por në fakt ideatori i konferencës së Rambojës ka qenë Gjermania. Dhe nismën e ka marrë Gjermania dhe pa diskutim ka qenë Joschka Fischer, një politikan që do ta befasoj botën me angazhimin e tij, sepse më herë njihej si një pacifist. Por interesant është çfarë diskutohen, çfarë detaje kanale diplomatike. Edhe të Amerikanët, edhe të Britanikët, edhe të Francezët, edhe Gjermanët, dhe vetë Gjermanët ma të thënë, me që ne e kemi atë hipotekën që e kemi sulmun luftën e dytë Serbin, konferenca nuk do t'ishte mirë të mbahej në Berlin ose në Bonn, se Berlini atëherë akoma nuk ka qenë i spostum, do më thonë i zhvendosën si kryeqytet, dhe Gjermania me gjithë përpjekjet e mëdha që bën, do më thonë kuptimin jashtëzakonisht diplomatike, e le që, si thush në një farë mënyrë, stafetën ta merr Franca. Dhe pak ndoshta me një farë masë ndjehet edhe anashkalum, por aja që vlen këtë periudhë. Gjermania është e vetëdijshme që pavarësia e Kosovës mund të jetë opsion, por Gjermania nuk e shes si një akt, po e shes si një proces. Në këtë moment, gjithsesi, diplomacia gjermane kulmon edhe për një fakt. Joschka Fischeri është një partner i jashtëzakonshëm me Albrightin. Ka gjetë një gjuhë dhe një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, dhe unë mendoj që Chelsea, pse grupi kontaktit dhe pse politika gjermane ka marrë më shumë statur edhe në planin multilateral, edhe në planin bilateral, unë mendoj që është merit e Joschka Fischeri, një diplomat shumë i realist, një diplomat shumë i shkallë. Dhe kur dështon konferenca e Rambojës, bëhet e qartë që lufta po vjen. Dhe pa marrë parasysh pse lufta fillon për NATO, 24 mars, intervenimi, në fakt, Amerika kishte marrë një pot të madhe nga Gerhard Schröder, që ishte kancelar, dhe Joschka Fischeri në tetor të vitit 1998. Akoma këta pa e marrë zyrtarisht postin. Vetëm zgjedhjet i kishin fituar, ishte koalicioni Koç-Gjelbër që i thonin, dhe këta kishin marrë një po. Joschka Fischeri, unë mendoj që e ka ngrit diplomacinë gjermane në nivelin që ishte në vitet 90 me Gënsherin. Pastaj ka një ramje. Dhe një moment që ku shkëlqen politika gjermane, diplomacia gjermane, është plani Fischer. Në kohë kur po diskutohej, a do duhet pa diskutim, por do të ketë nevojë të ndërhyet me trupa toksore, për çka për Gjermaninë ishte një opcion shumë i vështirë. Atëherë prapë rodhi iniciativa nga Fischeri dhe zyrtarët e Ministrisë së Jashtme që e dizajnuan planin Fischer, ose planin Gjerman të Paqes, i cili në fakt është plani që pastaj do të proponohet nga grupi G8 dhe do të miratohet në Këshillin e Sigurimit. Në fakt, Fischeri dhe bashkëpunëtorët e tij janë dizajnues të vendosjes së Kosovës në administrimin politik ndërkombëtar. Një element gjithsesi mos ta harroj ta kujtoj që është meriti i diplomacisë gjermane në fillim të prillit vitit 1999 dhe Fischeri pa diskutim është bërja publike e planit Patkoj, që ishte një dokument që kishin siguruar nga Ministria e Jashtme e Bullgarisë në atë kohë dhe përmes ministrit të mbrojtjes Rudolf Scharping u bë e ditur që
këtu kemi të bëjmë me një strategji, kemi të bëjmë me një doktrinë që quhet spastrimi etnik dhe serbizimi i Kosovës. Dhe se natyrisht për librin kam zhvillu edhe biseda, dhe në një bisedë që kam pas me Klaus Naumann, ai asë kohë ka qenë kryetari komitetit të ushtarak të NATO-s, këshillit të NATO-s, dhe ai ma ka thënë qartë që në takim me masakrës Reçakut, Miloševići ka thënë shumë qartë. Kështu pa trembësyri. Pa cenzur. Po, unë me shqiptarë do i zgjidhi problemet shumë kollaj. Do ta bëj një zgjidhje finale. Final solution, tha, për mua si Gjerman, kjo i bje zgjidhja që ka pretendu Hitleri ndaj hebrejve. Dhe ne, thot, me të më shokum, si mundet dhe më thonë një ohes të thot që unë po dua t'i zhduk shqiptarët nga Kosova. Dhe kjo të regon dhe më thonë që është një menjër e madhe që duhet ta studioj Kosova, jo vetëm të dokumente gjermane, por edhe angleze, edhe amerikane, gjithë botës. Dhe unë mendoj që libra për këtë periudhën e Kosovës, unë mendoj që ndryqojnë dhe trajtojnë pozicionin e shteteve të ndryshme karshi Kosovës, unë mendoj që do duhet ishin 3, 14 ose 50, sepse ka dokumente të jashtëzakonshme, është një mënyrë e pasur që kërkon vetëm për kushtim. Natyrisht që unë e kam pas ëndër gjithherë këtë temë, sepse që nga lufta kam fillu me grumbullu shtypin Gjerman dhe për shkak që kam bën edhe studimet më vonë në Gjermani, kam pas gjithherë si ide që du të ndryqoj këtë pjesë të diplomacisë me një akribi shkencore. Po, unë në fakt, teksa e pash librin, i pash e kënë të cituara shumë gazeta, jo vetëm të Kosovës, po si statë dhe ju të Gjermanisë. Kush nga gazetat gjermane timi kështu e ka pas në fokus gjithmonë çështjen e Kosovës nga të në djetat e ndoshta edhe në ditët e sotme? Është një pyetje mirë, pa diskutim që kampion në kuptimin që i ka dha tonë në kuptimin e ndikimit, pa diskutim që ka qenë Frankfurter Allgemeine Zeitung, ka qenë Viktor Mayer në atë kohë, domethënë një gazetar i papërsëritshëm. Tani është Mihail Martens, por natyrisht nuk është në staturin e tij. Pastaj është Süddeutsche Zeitung, tani është revista Der Spiegel, Focus, domethënë janë një mori gazetash, por padyshim Fac është gazeta më kryesore, ka dhe botime të shumta, por aja kaltrina që të bie në sy kur fillon njeriu me studiu këtu, ti eshe sa pak i kemi trajtuar dhe sa pak burime shqiptare ka për këtë periudhë. Domethënë, duhet dokumentet janë të jashtëzakonshme dhe dokumente ka të shumta që duhet shumë energji, shumë vullnet, shumë pasion për ta ndriçuar. Por mbi gjitha tregon domethënë dimensionin ndërkombëtar që ka marrë Kosova, rrugën e vështirë që ka ecë. Dhe për brezin tim, dhe kur i studion këto dokumenta, ti e sheh dhe e çmon sakrificën e çdo njeriu. Edhe të njeriu të paqës, edhe të njeriu që ka dalë në bllacë dhe ka refuzuar shtetin serb, edhe stankove, edhe ati që ka pushkën dhe ka luftu, dhe e sheh që kjo liri nuk ka është që nga njëherë ne e themi që mua vjen pak, duket është një tolerancë e pa tolerueshme, kur thëmë, po, na kanë çlirë ndërkombëtar, është një prallë që e thuhet sepse ti dush t'i bësh detyrat vetë, luftosh vetë, pastaj ta kërkosh ndihmën e vetë. Sikur ukrainasit të mos luftojnë, nuk do t'i ndihmoj dikush. Prandaj, ne kosovarët, shqiptarët e Kosovës, pa diskutim që kemi bë përpjekje të jashtëzakonshme dhe është një luftë dhe mbi gjitha këtu tregon evolimin e çështjes së Kosovës nga një problem i të drejtave të njeriut në një problem rajonal ndërkombëtar derisa domethënë shkon drejt pavarësisë. Por pa diskutim pa këto sakrifica nuk do ishim sot ku jemi edhe ne dytë. Pa tjetër që ndërkombëtarët kanë pasur rëndësinë e tyre në çlirimin e vendit dhe pavarësinë e Kosovës, vjen mend emri Angela Merkel, ndoshta edhe për ju gjeneratën e juaj, gjeneratën time, por edhe më të ri, këdo që pyesim kush
lider i Gjermanisë të vjen në mend, patjetër që ka me kujtu emrin e kancelares Merkel. Sa e rëndësishme ka qenë ajo për rrugëtimin diplomatik mes Gjermanisë dhe Kosovës? Po pa diskutim Gjermania ka rolin e vetë, sepse është një nga vendet që ka njoft ndër të para, që ka njoft pavarësinë e Kosovës, por si e thash edhe pak më herët, Gjermania ka një lloj luhatje dhe në ato dokumentet konfidenciale që janë atëherë që qarkullojnë, për shembull Mati Ahtisaari thotë është e rëndësishme që Gjermaninë ta mbajmë në bord në kuptimin se na duhet mbështetja e saj, sepse ne e shohim që brenda skenës evropiane nuk ka shumë unitet dhe viti 2007 ka qenë pak delikat. Bëhet një summit i G8-s në Heiligendamm dhe aty gjendet një kompromis dhe Merkel pak lëkundet aty dhe na vinë ato negociatat 120 ditori që kanë qenë, por pa diskutim atëherë Kaltrina ka pas politikan për shembull që ka marrë negociatat e ka marrë Wolfgang Ischengeri. Formati i diplomatëve ka qenë më konservativ, ka qenë ministratur më të kompletuar, sot janë pak më ndryshëm, ndoshta janë më shumë politikan, nuk po e vlerësoj pa diskutim, por më shumë janë pak edhe të rrjetive sociale. Atëherë janë politikan që kanë politikan populliste, ti çuaj kështu. Jo, por më shumë ndoshta që kushtojnë pak formën se sa përmbajtjes, ndërkohë që politikanët që janë marrë me Kosovën, edhe gjermanat kohë, dhe ndërkombëtar, kanë qenë politikanë ose që kanë pas një të kaluar, për shembull sikur që kanë thënë lufta e Albrightit, domethënë se ka marrë një kauz personale dhe diçka që më ka bërë përshtypje në studimet e mia, një nga arsyet pse thotë ka ndodhur intervenimi edhe pa dritën e gjerbër të Këshillit të Sigurimit, që ka përkrahur edhe Gjermania, thotë se në skenë kanë qenë politikanët e 68-s, për të cilët ka qenë postulat lufta për të drejtat e njeriut. Dhe e thotë edhe Fischer, unë jam kon pacifist më i madh, por kur kam pa varrezat masive në Bosnë, unë thot kam heq dorë nga pacifizmi, sepse s'ka kuptim përballë varrezave masive, domethënë ta quash veten pacifist. Dhe kujtoj momentin kur e ka pas kongresin e Partisë së Gjelbërt në maj të vitit 1999, kur lufta po vazhdonte dhe ishte një rrezik që ta humbte mbështetjen e partisë së tij dhe të prishej koalicioni, dhe e di që ngritet në këmbë, merr fjalimin dhe thot, mirë, unë që kam luftë nxehtë, prandaj merrni një kuror dhe çoni Miloševićit me që ai që ka njeri i paqes. Sepse mos harrojmë që ndikimi i Beogradit të Çarçit të saktuara të së ekstreme, e cila në dioptrinë e saj natën e shikonte akoma si një armik, dhe më thonë dë vjetër që kishte pa në kohën e ideologjisë, natyrisht që kishte edhe probleme të mbrëmshme për ta fitu betejën, por pa diskutim, Gerhard Schröder, Joschka Fischer, edhe Rudolf Scharping kanë qenë një treshe e jashtëzakonshme që kanë bërë shumë për Kosovën, dhe kur njeriu ishe aktet, ishe dokumentet, ishe memoarët e tyne, habitet për angazhimin, dhe më thonë e kanë pas një preokupim dhe më thonë të përditshëm për çdo orë, dhe momenti që kemi mrrinë ne është gjëna që nuk e kemi trajtuar për 25 vjetë kaq shumë, dhe më thonë gjitha edhe rolin e Britanisë, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Spanjës, edhe të Italisë, të gjitha vendet, sepse ka një material të jashtëzakonshëm, është një histori e bujshme, dhe unë mendoj që duke trajtuar këtë, ne mund të ndërtojmë më kollaj edhe të ardhmen, sepse unë i di që ndoshta nuk duhet me met peng të kaluarës, por megjithatë unë mendoj që e ardhmja nuk mund të ndërtohet sigurt, mirë dhe në drejtimin e duhur nëse nuk i njohim saktë edhe të kaluarën. Po, në fakt, ju vetë potencuat, Gjermania ka qenë gjithmonë ajo neutralja mes Rusisë edhe Amerikës. A mund përshkruhet kjo me këtë thënien tonë të famshme shqiptare, koka me Stamboll e trupin e janin për Gjermaninë? Jo, unë mendoj që Gjermania ka dashur të treguhet e kujdesshme. Për shkak, domethënë, luftës parë botërore, luftës së dytë botërore, dhe ka pas një lloj orientimi strategjik në politikën e jashtme gjermane që të ndiqet një politikë në kuadër të
një qasje, ata i kanë thonë kështu, i kanë thonë si një lloj fuqie but, civil macht, i kanë thonë. Ashtu përkthejt para francesisht në Angli, në anglisht ndërka shqipi vje fuqi civile, po që është fuqi e but, dhe intenca ka qenë që politika gjermane të kanalizohet në rrafshin e një politike multinacionale. Dhe më thonë që Gjermania të mos veproj si e vetme. Dhe vetëm në kohën e Gensherit, kur e ka njoftë Kroacin dhe Slovenin, konsiderohet që roli saj ka qenë pak më i madh. Në kuptimi se ajo i ka shty vendet evropiane që ta njohin pavarësinë e këtyre dy republikave, ndërkaq në rastin e Kosovës ka operu me stabilitetit rajonal dhe të drejtës së vetvedosit. Domethënë, ka qenë pak më e tërhequr, nuk ka dash ta bëj hapin e parë. Dhe mbi këtë arsye mendoj që dallon pagës ajo përmbajtja politike e Gjermanisë, sepse edhe në qargjet evropiane, në fillim të viteve 90 e kanë akuzu Gjermanin si një vend që po mundohet të rishfaq fuqinë e saj në Ballkan dhe të shpërndaj influencën, dhe më thonë qysh në kohën e konferencës e koncertit evropian, dhe më thonë sepse dëgja kur i shë njëri dokumentet politike, diplomatike, ti e kështë edhe për çfarë detaje dhe më thonë merën diplomatë dhe politikanë, dhe më thonë edhe për një deklaratë caktuar, dhe më thonë peshohet shumë, dhe më thonë edhe unë e përmena edhe çështjen e konferencës, dhe më thonë edhe pse Gjermania kishte dhënë idenë, ishte angazhuar shumë, dhe më thonë vetë u deklarua që ne nuk do të mbajmë për shkak luftës së dytë botërore. Dhe më thonë edhe këto finesa në diplomaci luajnë jashtëzakonisht rol, por pa diskutim që është edhe merit edhe klasës politike atërshme edhe të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kanë ditë komunikimin të ndërtojnë dhe të ruajnë me qendra ndërkombëtare të vendosur duke përfshi edhe Gjermaninë. Mbi gjithë ato që keni shkruar ju këtu në libër dhe ato që po thoni, ta Gjermania ka një qeverisje të re, ndoshta ndryshe prej asaj na që kemi parë deri më sot. Sa do arri kancelari i ri Gjermani, i cili është pilot, në fakt së pari ka qenë pilot, të mbaj kontaktet po aq të forta, të mira me Kosovën, po edhe me Shqipërinë? Pyetja është jashtëzakonisht me vend. Unë ndoshta shpesh them kam ndoshta një privilegj për shkak që nuk kam qenë vetëm diplomat, po kam qenë edhe të pjesë akademike që i njoh edhe dokumentet, mënyra që operojnë shtetet. Shtetet nuk operojnë vetëm me kontakte, po operojnë edhe me dokumente, edhe me pozicione caktuara. Natyrisht që nganjëherë ne për shkak që situatës mendoj që duhet gjithherë të na trajtojnë. Unë mendoj që ne duhet jemi pak më interaktiv dhe ne të kemi, si të thush, dinamikën dhe iniciativën për të paraqit qoftë pozicione për të ardhmen e Kosovës ose për të ardhmen e dialogut ose për marrëdhënie dhe të mos presim, domethënë që iniciativa ose propozimet na vijnë vetëm nga palja ndërkombëtare. Unë i kam pa dhe akte diplomatike, për shembull Kosova dhe atëherë kur nuk ka pas, domethënë ndoshta, por nuk ka pas qeverinë në kuptimin se kur ka sot, po e ka pas një qeverinë eksil, ka pas formacione politike, vazhdimisht, domethënë, forumet ndërkombëtare i ka pajis me dokumente caktuar për zhvillimin e Kosovës. Domethënë, kur e sheh edhe në ato rrethona shumë të vështira të ekzistencës, ka pas një qasje interaktive, domethënë, i ka mojt zuar qendra ndërkombëtare. Çfarë dua të them? Unë mendoj që ne duhet jemi pak më aktiv të qendra ndërkombëtare. Ambasadorët jo vetëm do bëjnë, si thojmë na popullor që të mena, dalin fotografi, por duhet ta lexojnë sakt politikën aty ku janë atashuar, ta lexojnë mirë dhe t'japin direktiva edhe për qeverinë, edhe për institucione tjera, duhet domethënë t'i qasim i politikës që gjermane ose politikës tjetër, sepse proceset janë shumë dinamike dhe nuk duhet të presim që ata të vinë me letra dhe neve të na thonë bëni këtë, por ne të themi që ne mund të bëjmë këtë, por propozimi ose pamja jonë për Ballkanin, ardhmja jonë për dialogun Kosovë-Serbi është kështu. Dhe jo domethënë të lihet iniciativa gjithherë nga ata, sepse në fundit ata e kanë pozicionin e vet dhe nganjëherë qendra ndërkombëtare të vendosjes luftojnë për një, si thush, për një
pozicion stabil, por jo që mund të kujdesen për çdo detaj të interesit tuaj. Sigur që është për shembull marrëveshja e Ohrit e diçka tjetër. Zotëni, faleminderit shumë për gjitha këto detaje që ke sjellë sot për neve dhe shikuesit e Rreth e Rrotull. Shumë suksese me librin, besoj që se çka të lexojnë lexuesit. Faleminderit shumë, vjen mirë që e prezantohem këtu dhe unë do ta adhuroj sigurisht librin, edhe unë mendoj që libri i dhurohet njerëzve, kështu është një dhuratë e veçantë sepse unë mendoj që është një pjesë e kujtimit, është e pasionit tim, e punës time, e memorisë time dhe e netëve të shumta të pagjumë, domethënë që kanë bërë, sepse për të bërë diçka vërtet duhet angazhim i madh. Shumë faleminderit zoti Ukshini, ndërkohë me të dashur është koha të shohim disa